shumë zami. Merë bën foto.
Hoca değil. Mezem çoğu İstanbul'u kıyıda dole. Tuka. Ama Ju lutem të gjithë të cilët kanë shërif të kuq, le të vinë nga ana tjetër e rrugës. Shoni, do të shkojnë të njerëzit të çojnë janë ndihmë. Vendika. Ju lutem 1 minutë heshtje për gjitha viktimat e këtij sistemi që na ka dështu, nga spitali modular, nga Besatrat, nga Durmoturës dhe tash në Goçan. 1 minutë heshtje.
Një dy test. Tash do të ketë deklarat nga familjarët e viktimave të spitalit modular dhe më pas të Besa Trans. Nuk janë gati? Ja, veç në mikrofoni me të Vetë konfirmoni kur jeni gati. Të nderuar qytetarë dhe media, për fat të keq kemi ardhur përsëri në vendin e njëjtë të kërkojmë drejtësinë, e cila nuk po vjen. Kaluan vite, por askush nuk u dënua. A duhet të ndodh tragjedia në Koqan që të bindeni se ky sistem ka dështuar? Po ky sistem i njëjtë vrau 14 familjarët tonë në spitalin modular. E askush më mirë se ne nuk e din si ndjehen familjarët e viktimave në Koqan, që humbon me më të dashurit e tyre. Ato u dogjën kurse neve vazhdon të na djeg shpirti çdo ditë se bindemi që të gjitha këto tragjedi nuk janë rastësi. 4 tragjedit e fundit kanë një të përbashkët, korrupsionin që i vrau gjithë. Pijes publikisht Venko Filipçën. Sa kushton jeta e vllaut dhe babait tim? Pijes publikisht Koço Angjushev. Sa miliona profit kushtojnë 14 familjarët tanë që u dogjën të gjallë? Zotri Mickovski, ju dolet dhe premtuat që rastin do të fillonin nga fillimi për gjitha rastet që janë djegur. Viktimat në Koqan i vrau mos ndëshkimi i rasteve paraprake, viktimat në Koqan dhe spitalin modular i dogji korrupsioni. Mirë po të rasti jonë askush nuk u dënua. 0 paraburgime, 0 dënime. Sot të dashurit tonë nuk mund t'i ktheni, por ne kërkojmë drejtësi jo selektive. A ka dështim dhe turp më të madh për një shtet që aspiron vlera perëndimore kurse sistemin e ka të qelbur gjithandej. Shkoi Oveski, erdhi Koçevski. Kërkojmë urgjentisht nga Prokuroria Publike Shtetërore, Lupço Koçevski, nga Tetova të nis hetimi dhe të dënohen fajtorët e vërtet. Ata që shëtitin në për Dubai, jo rasti të zvaritet pa epilog, siç po ndodh në gjykatën e Titovës. Ngushëllime për gjithë viktimat. Ju faleminderit. Ështa do pengoje. Me do maqedonisht. Po, ju e dini organ.
Dhe mbash? Mbaj. Mbaj. Po çlidhoni građani i mediumi. Za žal, повторно дойдохме на исто место, за да ја бариме правдата. Кој никако да дојде. Минат години, а никој не беше казнен. Дали требаше да се случи трагедијата во Кочани, за да се уверите дека овој систем пропадна. Овој ист систем ни ги уби 14 најблиски. Во модуларната болница. А никој подобро од нас не знае како се чувствуваат семејствата на жртвите во Кочани, кои го изгубите своите најмили. Тие изгораат, а нам душата секојдневно ни гори, бидејќи сме со повеќе уверени дека истите овие трагедии не се случи на последните 4 години, имат нешто заедничко, корупција кој го уби. Јавно го прашувам Венко Филипче, колку чини животот на мајка ми. Јавно го прашувам Коце Анđуше, колку милиони евра вредат нашите 14 најблиски, кои беат живи изгорени. Премиерот Мицковски, вие ме посетивте дома, за да ме издадете сочувство и ми ветивте дека случајите во модуларната болница ќе се расчисти. Дали требаше да изгорат уште 59 граѓани за конечно нешто да се превземете? Жртвите во Кочани ги уби неказивноста на предходните случаи. Жртвите во Кочани и во модуларната болница ги изгори корупцијата, ама во нашиот случај никој не беше казнен. Ниту еден притвор, ниту една казна. Денес нашите најблиски не можат да не ги вратат, но ние од вас бараме правда, неселективна правда. Постои ли поголем неуспех и срам за една држава кој тежне, кој западна вредности, а системот смрди од сите страни? Замина Јовевски, дојде Коцевски. Барам итно од државниот јавен обвинител Љупче Коцевски од Тетово да започне истрага и да бидат казнит главните виновници. Тие што шетат во Дубај, а не случајот да се влезе без епилог, како што се случува во судот во Тетово. Благодарам. Mbi 100 viktima brenda 6 viteve të fundit. Kjo është një bilans i frikshëm i cili po i prek vetëm njerëzit të cilët kanë ndjenja. Dhe kjo shifër e keqe asesi nuk po i prek ata të cilët nuk po i prek dot as ligji. Durmoturs, Spitali Modular, Besa Trans dhe së fundmi Puls Koçani janë ajo që qeveria e tanishme dhe para tyre i kanë servuar popullit të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Askund në botë, vrasësit nuk lëvizin të lirë ashtu siç lëvizin tek ne. Absurditet kush po na udhëheq. Para zgjedhjeve dhe para marrjes së pushtetit, të gjithë shtireni engjuj, dhe sa më pas jeni djaj të cilët orkestroni feri. Ju jeni njerëz të cilët Zot e keni paran, dërsa praktika juaj fetare dhe morale është korupcioni, me të cilin ne dogjet shpirtit qindra familjarve dhe miliona banorve të këtij shteti. Jeni njerëz të cilëve jeta e kriminalëve të gjallë ju peshon më shumë se jetët e shuara të njerëzve të pafajshëm. Jeni njerëz të cilin shpëtimin e kriminalëve të gjallë dhe shpëtimin e tyre nga burgu dhe përgjegjësia e keni më shumë të
ju peshon më shumë se sa ngushëllimi që do jepnit familjarve dhe popullit të Maqedonisë duke i dënuar po të njëjtit me dënimet e duhura, edhe pse për ta asnjë dënim nuk është i mjaftueshëm. Për fat të keq, nga tragjedia në tragjedi ne kemi vetëm një progres. Progresi vetëm është numri i viktimave i cili vazhdon dhe rritet. Gjithçka tjetër është regres. I panderuar kryeministër, nga hëna duket shumë qartë sepse ju po nxjerrni mllefin dhe egon tuaj politike ndaj kundërshtarëve tuaj dhe këtë bëni për dy arsye. E para për të hequr faj nga ju dhe t'u hedhni tyre, dhe e dyta për të shpëtuar vetveten. Ndoshta ju do shpëtoni, si shpëtuan edhe ata para jush. Mirë për ju shumë mirë e dini atë që kanë gjeni brenda. Ju atë nuk mund të fshehni. Juve ju dalin në ëndër viktimat. Juve ju dalin në ëndër familjarët e viktimave. Për ju kusësi të zgjoheni nga gjumi dhe të dërhiqeni bashkë me orkestruesit e tragjedive dhe t'i dilni bazë gjykimit e jo të luani rolin e gjyqtarit. Për fat të keq, duke mësuar nga rastet e kaluara, frigohemi se edhe ky rast do të përfundoj si rastet e tjera, ku fajtorët do të shpallen të vdekurit dhe më të doptit, e asesi të fortit tuaj apo ju. Por një gjë është shumë e sigurt, se një ditë do dalin të gjithë para Zotit, dhe atëherë nuk do t'ju shpëton korrupsioni dhe llogaria do të hipet. Mund të maqedonisht? Mund vazhdo, maqedonisht. Po? Okej. Na makedonski. Da? Može? Datë të žrtvi, vo poslednite 6 godini e strašen bilans koji gi pogodova samo luđe to koji ima čustva. Jedinstveni luđe koji ne gi pogodova, ne gi dopira ova strašna brojka, se on je koji ne gi dopira niti u zakonot. Durmotrus, Turs, modularna bolnica, Besa Trans i svega Puls Kočani. Sve ona što vije i vladata pred vas mu go serviravte na jadni od narod na Republika Severna Makedonija. Nikada vo svedot, ubicite ne se dviža slobodno, kako što se dviža kaj nas. Absurditet, koji luđe ga vodat ova vlada, koji pred izborite i pred vlastot sa angeli, a štom će prezemat vlastata se pretvorat vo đavoli koji go orkestrirat pekolog. Ova se luđe čiji bog e parata, a nivnata religija i moralna praktika e korupcijata, so koja im je izgorea dušata na stotici semejstva i na milioni žitelji na ova država. Ova se luđe na koji životot, na kriminalcite im teži poveće od životot na nevinite, izgubonijate životi na nevinite luđe. Ova se luđe koji spasuvanje to na kriminalcite od zatvor i odgovornost im teži poveće od utehata što bi im ja dale na semejstvata, na žrtvite, osuduvajći gi ubicite so zaslužni kazni, iako za njih nijedna kazna ne je dovoljna. Za žal, od tragedija vo tragedija, jedinstveni od napredok je brojot na žrtvite koji samo se zgoljevува. Sve to drugo je regres. Ne počitovam premijer, od mesečina jasno se gleda da kako isturaš tvoje to gnev i političko ego vrst tvojte politični protivnici za dve pričini. Da ja prefrlite vinata i da se spasite sebe si. Može biti će se spasite, kako što se spasio i on je pred vas. No vi je mnogo dobro go znate ona što go čustvovate, ona što ne možete da go sokrijete vo sebe. Vi je gisonuvate žrtvite, gisonuvate nivnite semejstva, a nikako da se razbudite od sonot, da donesete ostavka zajedno sa drugite organizatori na ovje tragediji i da se suočite sa sudom, a ne da izigravate sudija. Za žal i učeći otminatite slučaj, se plašime deka i ovoj slučaj ke završi kako predodnite. Kade što vinovnici će bidat mrtvite, kade što vinovnici će bidat najslavite, a nikako vašite jaki i vije. No jedno je sigurno, jedan den pred Gospod site će odgovarame i togaž na vas i na ubicite i na kriminalcite nema da ve spasi korupcijata. Hvala. Burim, Islami, da. Trojica luđe vo Besa Trans.
Bone foto nëse duhesh. Bone foto të kisë. Bone foto nëse do të me tratë të kisë. Ta ngjojnë ato të tjera. Që ka me bënë pikë këtu. Të nderuar qytetarë, sot protestojmë së bashku kundër padrejtësive, kundër institucioneve që kanë tradhtuar qytetarin, kundër një sistemi që na ka dështuar dhe po na vret çdo ditë. Kjo është një shkatrim moral dhe funksional i shtetit. Ja s'ke može tamo? Ne može? Dhe për këtë ne nuk do të heshtim. Zero heshtje dhe tolerancë kundër zinxhirit vrasës të padrejtësisë. Korrupsioni, paaftësia dhe neglizhenca politike janë pengesat kryesore që minojnë besimin e qytetarëve, pengojnë zhvillimin e shoqërisë dhe dëmtojnë themelet e një shteti ligjor e të drejtë. Dhe më shumë se kur sot kemi nevojë për zbardhje të rasteve, ndëshkim të fajtorëve dhe vendosjen e drejtësisë për të parandaluar përsëritjen e veprimeve që po na vrasin. Ne duam institucione përgjithëse e funksionale. Ne duam drejtësi pa dallavere, drejtësi që fajtorët i kanë në burg e jo në pozita shtetërore. Ne duam drejtësi që nuk blehet e që nuk shitet. Drejtësi ku askush nuk është mbi ligjin dhe ligjin që është mbi pushtetin. Ne duam drejtësi për gjithë dhe një shtet me zero tolerancë për të padrejtën. Sot më shumë se kur është nevoja për pastrim dhe ristartim të sistemit. Është koha për zero tolerancë ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar nga autoritarët e qeverisë dhe nga sundimtarët e gjykatësve. Sepse gjithçka duhet të fillojë nga zero. Andaj kërkojmë që për spitalin modular, Prokuria për ndjekje të krimit dhe korrupsionit të nxjerrë nga sirtari hetimin për shkaktarin e djegjes së spitalit modular dhe të ngritet aktakus për fajtorët kryesor në këtë rast. Njëkohësisht kërkojmë krijimin e një ekipi të pavarur që do të hetojë të gjithë ata që kanë zbaritur këtë lëndë qëllimisht. Përfshirë këtu edhe prokurorët publik. Gjykimi aktual për këtë lëndë të zhvillohet pa ndikim politik e biznesor të oligarkëve. Për rastin në Koçan kërkojmë hetim të pavarur dhe përfshirje të ekspertëve të jashtëm për të garantuar hetim të paanshëm për këtë rast. Të nxjerrin para drejtësisë të gjithë ata që me veprim ose mos veprim kanë lejuar funksionimin e kundërligjshëm të diskotekës Puls nga viti 2013. Për Llaskacën kërkojmë që gjykata e apelit të kthej lëndën në rigjykim dhe të i merr parasysh ankesat e prokurorisë publike për dënime më të larta për të akuzuarit, ndërsa pronarëve të Durrës të ju ndalohet ushtrimit kësaj veprimtarie. Për post të akuzuarve aktual, para drejtësisë të dalin edhe të gjithë personat zyrtarë që në atë kohë kanë lejuar qarkullimin e këtyre autobusëve pa i kryer kontrole teknike. Për besat rast, kërkojmë që gjykata penale të shqiptojë dënime më të larta për të akuzuarit aktual në këtë rast, pasi lënda është kthyer në rigjykim. Për post kësaj, kërkojmë që para drejtësisë të dalin të gjithë zyrtarët publik që aso kohë kanë lejuar që autobusi mbi 20 herë të kaloj kufirin e maqenisë së Veriut me certifikat të rreshme. Për transport ndërkombëtar, ndërsa pronarit të ndalohet ushtrimi veprimtarisë për transport të udhëtarëve. Faleminderit.
Почитувани граѓани, денес протестираме заедно против неправдите, против институциите кои го предадоа граѓанинот, против еден систем што не разочарува и не убива секој ден. Ова е морално и функционално уништување на државата, изградена врз корупција и неказнивост. И затоа нема да молчиме. Нула молк и нула толеранција за упоствитената алка на неправдата. Корупцијата, неспособноста и политичката негрижа се главните пречки кои ја подкопуваат довербата на граѓаните. Го попречуваат развојот на општеството и ги уриваат темелите на правна и праветна држава. А како никогаш досега, денес ни е потребно расветлување на случаите, казнување на вистинските виновници и воспоставување на правдата за да се спречи повторувањето на дејствата кои не убиват. Ние сакаме одговорни и функционални институции. Сакаме правда без манипулации. Правда каде што виновниците се во затвор, а не во државни функции. Сакаме правда што не се купува и не се продава. Правда каде никој не е над законот и закон што не е над политичката моќ. Сакаме правда за сите. И држава со нула толеранција за неправдата. Денес е потребно прочистувањето и рестартот на системот. Време е за нула толеранција кон корупција и организираниот криминал. Од страна на авторитарците, од во владата и господарите на судовите. Затоа се мора да започне од нула. Затоа, за модуларната болница бараме од основно јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција да го извади од фјока истрагата за вистинските виновници на пожарот во модуларната болница и да поднесе обвинение против вистинските виновници во овој случај. Истовремено бараме формирање на независен тим кој ќе ги испита сите што намерно го одолковуваме овој предмет, вклучително и јавните обвинители. Судењето на овој случај да се води без политичко бизнес влијание од олигарсите. Закочани, бараме независна истрага и вклучување на надворешни експерти, за да се обезбеди непристрасна истрага за овој случај. Да бидат изведени пред правдата сите оние кои действување или со недействување овозможиле незаконско функционирање на дискотеката Пулс од 2013 година. За ласкарци, бараме од апелациониот суд да го вради предметот повторно во судење и да ги земе предвид жалбите на јавното обвинителство за изракување повисоки казни за обвинителите, додека на собствениците на Турмотурс да им се забрани вршење на ова дејност. Покрај актуелно обвинетите пред лицето на правдата да одговарат и сите службени лица кои во тој период дозволиле овие автобуси да сообраќаат без да поминат соодветни технички прегледи. За БЕСА Транс бараме од кривичниот суд да изрече повисоки казни за актуелно обвинетите во случајот на БЕСА Транс, со оглед на тоа што предметот е вратен повторно во судење. Дополнително бараме пред правдата да одговарат сите јавни службеници кои тогаш овозможиле автобусот повеќе од 20 пати да ја премине границата на Република Северна Македонија, со лажна сертификација за меѓународен превоз, а на собственикот да му се забрани вршење на дејност за превоз на патници. Ви благодарам. Të nderuar, ju faleminderit që u bashkangjitët në
protest. Kjo është protest për drejtësi të vërtet, për gjithë fajtorët e rasteve tragjike që në kanë ndodhur neve si qytetar të Tetovës, por edhe si qytetar të Maqedonisë së Veriut. Do ju njoftojmë për hapat e radhës dhe do ju njoftojmë për protestat e ardhshme. Detyra jon, obligimi jon qytetar është që të protestojmë, sepse është obligim që kemi ndaj gjitha viktimave, në kujtim të atyra viktimave që të prejnë të qetë në varë. Ju faleminderit.